Rikthehemi në shije shtëpie. Zonja Vjollca ka lënë gjatë gjithë publicitetit fërgesën të gatuar, ashtu siç ju tham. Ke pesa të zi në këtë ritë, tani gjithçka këtu është gati. Nuk është një fërgesë si fërgesat e tjera. Nuk e kam bërë asnjëherë këtu në emision këtë fërgesë. Ai patlıxhani që nuk duket fare, i jep një shije speciale dhe hedhim çik majdanos në fund dhe gjithçka është gati për të servirur. Tani unë do ta largoj dhe do të vazhdojmë me recetën tjetër. Kjo ishte e gjitha. Siç kemi thënë, kemi vendosur të zjej një tenxhere me ujë të bollshëm dhe këtu kemi vendosur në tas 3 karrota mesatare. Këtë e largojmë. E lëm këtu, është gati për servirje. Këtu kemi 3 karrota të prera në kubik të vegjël. Do të hedhim në tenxheren me ujë një lugë çaj krip. Domethënë gjys lugë gjelle me krip. Do të hedhim karrotat. Dhe orizin të shplar me ujë të bollshëm mirë. Një gotë e gjysmë, varet sa persona në familje, një filxhan e gjys çaj ose 2 filxhana. Të duhet një nga këto kullesat? Apo e ke marrë? Okay. Mund të përdorni oriz tradicional për pilaf, por është shumë i mirë dhe orizi basmat për të gatuar me perimet. Thash kjo recetë mund të konsumohet edhe si orizi ftohtë edhe i ngrohtë. Nëse e doni të ftohtë, mbasi e kulloni, mund ta kaloni në një proces shplarje. Nëse jo, atëherë vazhdojmë me të ngrohtin. Po. Po zjen? Është ulur pak që ishin të ftohta karrotat. E lëm tani derisa të filloj zirja tamam. Pastaj hedhim orizin, që mos të na të zbutet. Në rregull. Në këtë tiganin këtu mund ta fillojmë që tani, po e fillojmë. Do hedhim 2 lugë gjallë, se kjo është yndyra që do të përdoret edhe për në total. Në total. Hedhim 2 lugë gjallë. Katerina nuk e donte hudhrën, se ka emision përsëri. Kështu që mund ta hidhni, thash, mund të mos ta hidhni, është alternativë. Dhe ju e dini që të gjithë që kërpudhat skuqen vetëm me gjalp. Jo se nuk skuqen me vaj, po me gjalp e kanë shijen absolutisht shumë të mirë. Zonja Vjollca, ta shtoj orizin ndërkohë? Po, nëse ajo po zjen, mund ta shtosh. I japim dhe një të përzier bashkë me orizin. Edhe e lëm lugën këtu që të përzirë shërë. Jo, bërës. Sjell një tjetër. Këtu pra është vetëm karrota me orizin te tenxherja. Ndërsa te tigani do vazhdojmë me kërpudhat. Siç tham. E shohim orën. Dhe do 12 deri në 14 minuta që të zjej. Kohë në të cilën ne do të vazhdojmë të skuqim kërpudhat dhe paralelisht këto mbarojnë të dyja dhe jemi gati pastaj për ta servirur. E shikon sa e thjeshtë që është? Perfekt. Një mënyrë e mirë për të përfshirë kërpudhat që kanë proteinë, për të patur përzierjen e mirë me orizin që shkojnë njëra me tjetrën, me pak përbërës për të ofruar një pjatë të shijshme. Ne do të shohim recetën së bashku, teksa shkrin gjalpi dhe të presim të shtojmë kërpudhat, një lexim të shpejtë përbërësve, 2 filxhan çaj oriz, 3-4 karrota mesatare, rreth 7-8 kërpudha gjithashtu mesatare, 2 lugë gjelle gjalp, krip, piper të zi dhe kaçkavall i grirë. Pjesa e kaçkavallit është alternativë, dikush e do, dikush se do.
Unë e kam nxjerrë këtu, kështu që në servirje i hedhim edhe i çika çkava. E heqim s'na duan. Temperatura kur i skuqim kërputat në fillim duhet shumë e lartë. Asnjëherë nuk i hedhim krip që tani, se lëshojnë lëng. Kështu që në fund fare, mbasi të janë skuqur, i hedhim pak krip. Ndërsa këtu vetëm një lugë çaji krip. Një vend që do ta vizitoja me shumë qejf është Japonia. Edhe pse unë nuk i pëlqej avionët shumë larg. Si? Nuk i pëlqej avionët dash shumë. Edhe pra kur ti ke mendoj që është problem me dash larg. avionin, Po. Me thënë, kur bëj udhëtime mundohem të jenë të shkurtra edhe me shumë siklet. Po Japonia përfundimisht është një destinacion që edhe e kam parë, po pëlqejet shumë. Ama mua më pëlqen shumë për disiplinën, për kulturën, është ndryshe. Edhe po lexoja një artikull që prindrit japonez kanë ato sekretet e tyre për të rritur fëmijë të disiplinuar, që të gjithë së bashku, përfshirë këtu edhe mësuesit, jo vetëm prindrit, pa ndëshkuar, pa bërtitur, pa përdorur metoda të ashpra, arrin që t'i ndihmojnë fëmijët të kuptojnë sjelljet e tyre. Dhe që në moshë të vogël, një nga gjërat që ata mëshojnë shumë për edukimin e fëmijëve është respekti ndaj të tjerëve. Pra ti mësosh fëmijës të respektojë të tjerët, të kontribuojë në komunitet, të zhvillojë vetë kontroll emocional. Dhe ata nisin me aktivitete të përditshme, që është pastrimi i përbashkët, i ambientit të përbashkët, i klasave, ndarja e ushqimit në mënyrë të drejtë, të barabartë, respektimi i kësaj hapësire që duhet ketë secili, pa marrë ushqimin e tjetrit, që është një gabim që ne për shembull e bëjmë këtu në shoqërinë tonë, besoj ndoshta europiane në tërësi, nuk e di, nuk mund ta them me bindje, po në atë shqiptare e kam parë gjërësisht që fëmijët nuk e kanë këtë. Kjo është e jotja dhe kjo është e imja dhe të mos kenë diskutim dhe debat në lidhje me këtë, por kanë qefin marrin gjërat e njëri tjetrit, përfshirë këtë dhe ushqimin. Në Japoni nuk ndodh, me sa duket. Edhe të gjitha këto i bëjnë ata fëmijë të disiplinuar. Bravo i qoftë, arrin të t'i edukojnë fëmijët se si të sillen që në moshë të vogël. T'i edukojnë në radhë parë kanë respekt për veten e tyre. Se njëri që ka respekt për veten nuk mund të bëjë një veprim që është jashtë edukate dhe jashtë norma. Pastaj respekti për tjetrin. Shumë e vërtet. I fusun duart ke çanta jote? Jo. I futi ke ide? Eksakt, kjo është pra. Dhe duke i formatuar, themun që në moshë të vogël me këtë lloj mendësie, patjetër që kur të rriten do jenë më të rregullt, më pak debate, më pak sherre, më pak konflikte, edhe ligjore në fund të ditës me siguri do t'jetë më e rrallë nëse ne jemi të edukuar si duhet. Po patjetër. Ja, tani kërkudat filluan të zverdhen, të marrin ngjyrë edhe pak. Do thoni ju ka shumë gjalp, jo, se ky gjalp do mundi orizin. Ne ndihmon kërpudha të bëhen kështu pak krokante, po themi, ajo si përfaqja e tyre, ngjyra e tyre. Orizi zirë me karota dhe kërpudha të skuqura është receta që po përgatit, receta e dytë. Zonja Vjollca e para është e servirur, po e quaj kështu, sepse ka përfunduar e tëra. Do t'i gjeni në rrjetet sociale fotot, sigurisht. Ajo çfarë mund të bëni ju gjatë kohës që gatuani, nëse jeni duke gatuar, duke përgatitur drekën për sot, është edhe të shijoni procesin edhe me një pije të mirë. Dikush mund të dojë shijen e mirë të kafes, ama iced coffee do t'ishte sugjerimi ynë që të merrni kafe të ftohtë. Dikush mund të dojë shijen e mirë të çokoladës. Sa e mirë është ajo. Çokoladë, siç për shembull është Katerina. Po, që i dua shumë. Shumë i dua. Që është ama iced choco. Këto dy variante ju propozojmë që të kaloni sa më bukur para ditën tuaj, duke ndjekur edhe programin ton dhe të freskoheni. Me kafein ama iced coffee dhe pa kafein ama iced choco, që është vetëm çokoladë dhe qumësht. Mund ta konsumoj këtë kushdo në çdo orar të ditës. Po i hap, të mbush gotën e zonjës Vjollca që t'i shkoj gatimi vaj. Po, si që duhet. Po tani, si të pi një glëq ashtu, unë jam gati
të bëj dhe një recetë tjetër. Nisim dhe njëherë nga fillimi. Unë pa hap Gëzuar. timen këtu. Gëzuar të bëft mirë. Me kremozitet si gjithmonë, si që kam përshkruar, se ka këtë efekt çokolata. Kombinuar në këtë rast pra me qumshtin për shijet mrekullueshme. Merreni me vete dhe shijojeni në këtë ditë të nxehta. Gëzuar. Sa minuta ka shku këtu? 6. 6 maksimumi 7. Po. Shumë pak pasën këndu. Do dhe një 5 minutash kam përshtypjen. Po haq. Po s'ka gjë, japim ne edhe 5 minuta do të japim kohë gatimit. Se koha fluturon bukur me ne. Përpudhat janë fiks tani për t'i shtuar kripën. Okej. Tash do i hiqnim nga aty. Pak krip. Shumë pak fare piper. Pastaj kush dëshironi edhe në pjatë. Dhe ul tani temperaturën shumë ke 4. Tani këto besoj se janë bërë ashtu si që do ti si kërtëse. Po. Çfarë pjatë do ta servirim në këtë? Besoj edhe një të errët, apo? Çfarë dush ti? Po mi. Apo duhet e thellë? Jo, të errët. Të errët, qesht. Qesht. Le të marrim një këtu. Dhe të shohim se do duket me ngjyrat. Shumë bukur. Eldam. Ta shohim dhe një herë recetën me shkrim. Oriz i zirë me karota dhe kërpudha të skuqura, dal nga dal po mbrim në fund të procesit të punës, 2 filxhan çaj oriz, 3-4 karota mesatare, 7-8 kërpudha mesatare, 2 lugë gjelle gjalp, krip piper të zi dhe kaçkavall nëse doni të shtoni kaçkavall të grirë në sipërfaqe kur ta servirni. Ne do ta ilustrojmë, kam përshtypjen të gjithën kështu bashkë me kaçkavallin, ta shihni të plot. Është interesante, unë po e shija këtë si video. Kur ti gënjen, thoshte kjo studiuesja, për të testuar pra gjuhën e trupit. Të gënjyerit ka të bëjë me mendjen. Është truri ai që po e bën të gjithë këtë lojë në bazë të nevojës që ti ke për të gënjur. Ama trupi në vetvete nuk di të gënjej. Po. Dhe ishte një test që bëhej me dorën kështu. Po. Nëse ti e mbaje dorën drejt, fort, dhe nëse do të gënjeje, tipit nuk e Vazhdo ta mbaj dorën. Bëj gënje me veten tënde për diçka, mbaj dorën, mos e thuaj me zë, s'ka problem. Çfarë gënjej? Ku di unë gënjeje veten. Ta them ty? Hop, iku dora. Po, si duash ti. Dora jote zbret nëse ti gënjen. Ama nëse të mendon diçka të vërtet, mbaj prap dorën. Po. Dora jote nuk ikën. Po nuk arrita të formuloj diçka që të gënjeje. A gënjesh ti, Katerina? Po. Nuk gënjesh, kështu që edhe nuk të vjen për të gënjer. Jo, se unë ndonjëherë nuk kam përdorur në një gënjeshtër të bardhë. Përdorim, në jetë duhen edhe gënjeshtrat. Pa dëme. Mendoj që kjo orizi është gati, po. Ha? Pas kemi kaluar erdhi një 3-4 minutë, kështu që aty jemi. Përdoreni si metodë. I futan sherr njerëzit. Ti shkas dora të shkretit. E ju të mendoni që po ju gënjen. Unë thjesht e pash të video në Instagram, nuk e di sa reale mund tjetë. Provojeni. Po pauzën. E kullojmë orizin me çfarë thash, me makaronat? Po, me karota. Me pilaf. Me karota. Makarona. Që darti im i thot kokolona. Mirë që ka darti. Kokolona. Shumë mirë i thot. Ja, hedhim orizin.
Se ato orisin tjetër ta e drejt e këtu, unë ti të trazoj këtu. Prek 1 minutë. Bëjmë një shtratë kështu. Dhe këtu hedhim kërpudhat. Edhe merr edhe ngjyrën. Edhe një qik gjallë. Pjesën tjetër do ta hedh direkt. Tani këtu mund të hedhim thash dhe pak djath. Ja. Të Kjo është e lufshëm duart. gjitha. Ju bëft mirë. Këto ishin të dyja recetat, po i vendos pak më paralel që të keni mundësi për ndonjë plan, siç bën gjithmonë regjia, ja ku janë të dyja. Atëherë fërgesa me mish të grirë me speca dhe tul patullxhani ishte receta e parë. Receta e dytë është oriz i zirë me karrota dhe kërpudha të skuqura. Të dyja do t'i gjeni në rrjetet tona sociale. Në fund të programit bëhet si gjithmonë publikimi online i pjesëve. Përfshirë këtu edhe recetat, edhe tema e ditës. Të thjeshta, të shijshme për të mos i humbur, themi gjithmonë, këto receta, të cilat mund t'i realizoni fare mirë të gjithë. Ndërkohë tema që do të diskutojmë pas pak me të ftuarit tanë, edhe ju ftoj të qëndroni me ne, është a e dim çfarë duam apo jemi ende duke kërkuar vetveten? A ndryshon personaliteti me kalimin e viteve? E ndryshojmë ne veten tonë, ndryshojmë sjelljen tonë, ndryshojnë tiparet. Unë them gjithmonë që ne jemi në gdhëndje sipër, nuk ka se si të jemi njësoj, se në fund janë ca mësime që t'jep vetë jeta, që të bën edhe të ndryshosh, Po, pjekuria pastaj të gjatë tjetërsohesh, viteve, po po, themi. është e vërtet. Edhe dikush mund të thotë, po ti ke qenë ndryshe, po do jem ndryshe se ja, kemi shkruar këtë histori, kam mësuar ca gjëra dhe do jem ndryshe. Dhe kjo varet, mund të jenë emërtime nga më të shumëllojshmet ato që ne fitojmë apo humbasim rrugës. Ja, sa bukur u bë. Të lumshin duart. Këtu është i përzier, aty është i parë përzier. Po, Pëlqen shumë. e shishme mbi të gjitha. Ja dhe i qik djath përsëri këtu. Edhe çdo të hani. Ju Ju bëft mirë. Të dyja. Ju bëft mirë kur t'i gatuani. Ne do shijojmë mama një herë. Të Patjetër. publicitet që ndroj dhe Me unë një qik këtu. muhabet, me konkluzionet e punës. Ha. Çfarë do bëjmë për të ardhmen edhe në rregull jemi. Ashtu. Ju qëndroni me ne, mos u largoni, bëni gati dhe për vete një ama, nëse e keni amajs çoko, amajs kofi pa rëndësika, e rëndësishme është që po e shijoni me ne. Gëzuar. Gëzuar të bëft Gëzuar mirë. zemër. Takohemi me zonjën Vjollca përsëri në Shije shtëpie si gjithmonë për recetat mrekullueshme dhe e falenderoj nga zemra çdo ditë. Faleminderit edhe unë ty, herë 100. Bashkë mirëpafshim nesër.